zoti Tritan Shehu. Faleminderit zoti kryetar, po fillova. Do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe konciz një çështje që unë mendoj që duhet të involvohet me urgjencë Parlamenti së pashku në një informacion nga Ministri i Jashtëm. Për një çështje që kryeministri shqiptar është involvuar politikisht shumë dhe kur Shqipëria ka derdhur dhe burime financiare për atë problemi i cili ka bërë të shpërthyer tashmë një skandal në Komisionin Evropian. E kam fjalën për skandalin e Mogherinit, një aktiviste e të majtës populiste, e cila kërkon padyshim një sqarim në këtë parlament sepse Shqipëria ka derdhur 17 milion euro, është bërë një investim politik i madh, një reklam e madhe dhe ka plasur një skandal i madh. Unë mendoj se Parlamenti shqiptar në këto kushte me urgjencë duhet të bëjë sqarime, duhet të sqarohet, Ministri i Jashtëm duhet flasi, ashtu si ndodh në gjithë parlamentet e botës, të cilët informohen për problemet që lidhen me to. Pra unë e konsideroj të gjithë të rëndësishme dhe propozoj të kërkoj nga ju zoti kryetar, edhe nga deputetët, pavarësisht se ministri për marrëdhënien e parlamentit ishte kundër nga sa pash, që duhet të informohemi qartësisht për të skandal të madh i cili prek politikën shqiptare, qeverisjen shqiptare edhe financat shqiptare. Faleminderit. Faleminderit, por ju sjell në vëmendje që nëse ka propozime për t'u trajtuar në rendin e ditës, propozimi sipas rregullores bëhet nga 10 deputet me shkrim ose nga një kryetar grupi parlamentar, kështu që ju lutem përmbajuni rregullores se unë nuk por nuk u bë as kjo zoti Bardhi. Unë ta provoj për se organizoj unë kërkesa nuk vinte nga unë. Unë drejtoj dhe unë po e sqaroj zotin Shehu që është një nga njohësit më të mirë të rregullores kuvendit se si bëhet kërkesa për përfshirjen e rendin e ditës. Aktualisht zoti Shehu e bëri kërkesën personalisht të pambështetur nga 10 deputet, as me shkrim, as me ngritje më këmbë, as nga një kryetar grupi dhe ndaj nuk mund ta trajtojmë dot. Kaq. Zoti Jeno Bozdo. Zoti kryetar, u bë tashmë histori e pafundme për përfshirjen në rendin e ditës shumë projekt ligjeve. Në këtë rast mund të kemi 15, ndoshta më shumë, të gjitha shumë të rëndësishme për sektor jetik të vendit, për të debatuar në një seancë vetme. Kjo heq edhe seriozitetin e debatit, zbraz dhe argumentat, dhe bën të pamundur çështje shumë të rëndësishme, dhe do të marr vetëm një shembull këtu që është projekt ligji që ju keni futur në rendin e ditës, që është për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, për të debatuar siç duhet dhe për të informuar opinionin publik se çfarë pritet për këtij projekt ligji. Ju keni kaluar me forcën e kartonave duke eliminuar çdo debat projekt ligji në kuadër për menaxhimin e mbetjeve. Tashmë është ligji i menaxhimit integruar të mbetjeve. Atë e kaluat dhe nuk u dha asnjë sqarim për shqiptarëve se çfarë u bë me 420 milionë euro të 3 incineratorëve që nuk ekzistojnë. Se çfarë bëhet dhe çfarë u bë me taksat e shqiptarëve, me këtë pasuri të pafundme, ku avulluan 420 milionë euro dhe kush përfitoi për këtyre. Dhe pas 12 vitesh, pasi keni ndryshuar 180 gradë strategjinë dhe u kujtuat më në fund të përmendni direktivat kuadër të Bashkimit Evropian dhe riciklimin dhe gjithë parimet tjera, të cilat ishin sankcionuar në strategjinë e qeverisë Partisë Demokratike, që është vitin 2013, edhe këtë projekt ligj që është shumë i rëndësishëm për komunitetin e biznesit, për pushtetin qendror dhe për pushtetin vendor, e keni futur rend ditë dhe kush i di kur i bie radha për tu diskutuar. Është absolutisht, zoti kryetar, e nevojshme që ky projekt ligj të ridiskutohet dhe të kemi një seancë të tërë për të diskutuar këtë gjë, sepse pesha mbi pushtetin vendor, mbi komunitetin e biznesit, mbi taksat e familjarëve ka për të qenë shumë e madhe. Dhe shqiptarët duhet të informohen që të gjithë se çfarë i pret me këtë kuadër të ri rregullator. Ju e bëni në emër të parafrimit me BE-n, por ju them që këto të gjitha ligjet me një shpejtësi marramëndse në emër të parafrimit me BE-n, që i gatuani si petullat dhe i servirin çdo seancë, këto kanë një kosto shumë të madhe për Shqipërinë, për ekonominë edhe për shqiptarët vetë. Dhe nuk mundet dot që kuvendi të eci me këtë ritëm pa marrë parasysh rolin bazë që ka kuvendi, që është transparenca dhe informimi i publikut dhe njoftimi i gjithë palëve të interesuara se cila është arsyeja e
një sipërmarrje, një propozimi ligjor. Prandaj ju lutem zoti drejtues, zoti kryetari i kuvendit, hidheni propozimin tim për ta hequr nga rendi ditës projekt ligjin për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, sepse historia e mbetjeve e hajdutrisë 420 milionë euro dhe çfarë pret biznesin shqiptar dhe kush janë taksat që do rriten për familjarët shqiptar meriton një seancë të tërë debati. Faleminderit. Atëherë me që se kemi një propozim nga zoti Bozdo për ndryshimin e rendit ditës, për heqjen nga rendi ditës e një pikë, sipas rregullores natyrisht kalohet në votim, por pasi të dëgjojmë një folës pro dhe një folës kundër. Një folës kundër ka? S'ka folës kundër? Kalojmë në votim të hapur me karton. Kush është pro futjes heqjes nga rendi ditës të pikës, cila pikë është merita? Numri. Jo, cila pikë e rendit ditës? Yes. Pra, pika 12 projekt ligji për përgjegjësitë të zgjeruara subjekte prodhuese të produkteve gjenerojnë mbetje